Si ta dallojmë ne pa hala pa shku te mjeku që kemi një infekcion zorve nga një helmim që kemi pas një ushqim jo të mirë të pjekun ose pa afat ose si ta dallojmë simptomat? Na gjithmonë e pyesim pacientin çka ke hongër 48 orë fundit, para se me ardhë këtu, ose deri në 3 ditë, se thash, mundet deri në 48-72 orë, faza inkubacionit, të thëjmë na, prej kur është infektu deri të shfaqja e simptomave. Edhe ajna jep, për shembull, thot kam qenë me një drek, me dëshok, edhe tazom, një ditë e pata rastin, kanë hongër qebapa, kanë ble, kanë përgadit dhe infektu të gjithë. Ose një grup muzikor, kanë qillu me një darsëm edhe janë infektue. Ose thot, mora, dhe më thonë, peshk edhe e bona kësi, dhe më thonë, pa e pjek. Krudo. Ose masandej, bleva mesh edhe e bona tartar. Apo kuptan, janë regullat se si buhet edhe aj. Kjo ka bu vetë edhe është infektu. Po problemi që ndronë për shembull se në njëni bëj pacientave thot, krejt e kanë hongër, kërkush së smu, vetëm unë jam smu. A qëndron? Po qëndron. Pse për shembull, pjesa e ushqimit ku ka hongër ky, që ajo ka qenë ma shumë e kontaminumi. Ose tjetra, ata kanë një imunitet shumë të fortë, tek të cilët janë shfaqur simptoma më të lehta, po ata nuk i kanë regjistruar. Një dhimbje e lehtë e barkut, një 2-3 herë ka dalë jashtë, ndaj frymje, ndaj gromësirë. A ky për shembull që ka pas imunitetin më të dobët, edhe ka qenë koncentrimi më i madh i mikroorganizmave në atë pjesë ku e ka hongër ky, domethënë te ky është shfaq. Se domethënë shkolla e infeksionit varet edhe prej virulencës, sa është virulent mikroorganizmi, po edhe sasisë tyre, domethënë se sa shumë janë, edhe varet prej organizmit të njeriut i cili e ka marrë çat infekcion. Se për shembull ka pacient i cili ka imunitetin shumë të fortë edhe mund ta kryejë ato as pa vjellë as pa barkçitje, vetëm me disa shtrëngime po barkut.